Festa ndihej kudo në rrugët e qytetit të 1001 dritarëve. Mbrëmja e 13 shtatorit u shndërrua në një natë të gjatë këngë në Berat, nëpërmjet maratonës së këngës popullore. Tingujt e folklorit shqiptar u bashkuan me mikpritjen dhe arkitekturën 2400 vjeçare. Ishte dëshira e kryetarit të Bashkisë së Beratit Fadil Nasufi, i cili në 66 vjetorin e çlirimit udhëroi qytetarëve një mbrëmje maratone të realizuar nga televizioni kombëtar Klan dhe promotor. Ne mundësuam një shtesë në qytetin e Beratit dhe kombinuam me sot me ditën e çlirimit të qytetit Beratit. Besoj që pjesëmarrjet do të jetë një nga pjesëmarrjet më të mëdha në gjithë turin që ka bërë maratona brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kështu artistët dhe zërat më të mirë të maratonës së këngës popullore u bashkuan edhe në Berat, duke mbyllur rrugëtimin e gjatë të verës. Këngëtarët tashmë të njohur për të gjithë publikun shqiptar, sollën edhe një herë hitet më të bukura të muzikës popullore e qytetare. Pritja e publikut ishte egzaltuese, ashtu siç ka qenë në të gjitha qytetet ku ndaloi maratona. Ka qenë një mrekulli e vërtet. Populli e do shumë këngën e vet. Unë dua të falenderoj shumë televizioni Klan, stafin që ka realizuar në mënyrë perfekte të përkryer këtë maraton dhe i uroj jetë të gjatë. Maratona ka qenë e shkëlqyer. Ose të themi shikon në Berat, kështu ka qenë në çdo qytet, si ve shkruaj. Kjo maraton, ashtu si edhe maratona e vjetshme, ka qenë një mrekulli dhe unë nuk kam fjalë të tjera, por dua të falenderit promotor, falenderit televizionit kombëtar Klan, falenderit pafund. Publiku ka pritur shumë mirë, sidomos këngën Çamadani via via e duan gjithë e këndojnë gjithë. Një pjesëmarrje e madhe e këngëtarëve bik të maratonës popullore, këngëtarëve popullore të muzikës lehtë. Presojmë që maratona tjetër të jetë trefishi më e mirë se kjo. Kemi mbledhur në të gjitha qytetet dhe populli na ka ndjekur me kënaqësi. Kështu maratona e këngës popullore e qytetare mbylli siparin e saj në qytetin muze për t'u rikthyer në verën e 2011-s në të gjithë Shqipërinë e më gjerë.